mbreti shikon një ëndër që të tërë dhëmët i ranë një nga një. U ngritë mëngjesi tremur dhe thiri vezirin e tij. Dhe i thot: "Unë kam parë këtë ëndër", thot, "më ranë dhëmët të tërë. Çfarë do me thënë kjo?" Veziri u mendua dhe me qetësi, duke u menduar i tha: "Ëndra që ke parë ti, tha, tregon që të tërë të dashurit e tu do vdesin, tha, dhe ti do mbetesh komplet i vetmuar." I zëmruar nga kjo fjalë, i tha: "Ti nuk di t'ja përsh një lajm të hajrit, tha. Më mirë ik brenda në birut, tha, dhe të vi mendja në vend." Dhe thiri i mërzitur një tjetër, vezirin tjetër, dhe i thot: "Unë kam parë ëndër që më ranë të tërë dhëmët. Çfarë do me thënë kjo?" Veziri i dytë u mendua, i tha: "Shikoni, tha, kjo që ëndër që ke parë ti dhe është hajir, tha. Do me thënë, ti dorosh më shumë se të gjitha afërmit e tu, dhe në bollëk, dhe me paqe dhe siguri do drejtosh për kohë shumë të gjatë mbretërinë tënde." Nga kjo përgjigje u kënaq shumë dhe i dha 2 qese me flori. I tha njerëzit: "Po ti në të vërtet the të njëjtën gjë si tha dhe veziri tjetër, tha. Pse ty të dënoj, s'të dënoj ty dhe po dënoj atë, tha, dhe atë e futi brenda." I tha: "Të vërtet është, tha veziri, unë të njëjtën gjë thash, tha, po vetëm se mënyra që e thash, tha, ishte më e zbukuruar, tha. Pra, të thuash të vërtetën është e duhura, por më e rëndësishme është mënyra si e shpreh atë, mënyra si ja jep këndvështrimit njeriu, dhe njeriu atë pjesë vlerëson. S'ka rëndësi si është, po si e shpreh ti, dhe pikërisht kjo pjesë ka më shumë vlerë. Faleminderit që më ndoqët.